Dhe fillojmë me shënimet e javës. Kryeministri Edi Rama ka komentuar në podcastin Flasim zhvillimet e fundit, duke u ndalur te vendimi I gjykatës kushtetuese për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Sipas Ramës, vendimi I kushtetueses për të hequr pezullimin e Ballukut shmangu një precedent të rrezikshëm. Në aspektin ligjor, u eliminua një precedent unik në botë dhe u zbraps nga gjykata më e lartë e vendit një brutalitet alla shqiptarçe në interpretimin e ligjit, I cili goditi organizmin demokratik të shtetit. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke tollovitur shtetin dhe duke kthyer një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës ligjit, kërkon me dorëmos një reflektim po kaq ndërinstitucional. Kreu I qeverisë shigjetoi edhe Byron Kombëtare të Hetimit, agjentët e së cilës hynë brenda kryeministrisë pa pranuar të dorëzonin armët, duke mos respektuar as rregulloren e sigurisë së Gardës së Republikës. Unë nuk do të ndjek kurse logjikën e mbrapsht të dënimit me indicie as në të rast, po të mbetem tek bindja se këto dy indicie tetë shqetësuese nuk provojnë se protagonistët pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë. Dhe u shëmbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si puna e ca trimoshave të BKH-s, për cilët kam dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllakën tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës së Republikës. Rama përshëndeti edhe zgjedhjen e drejtuesit të SPAK, duke vlerësuar figurën dhe kontributin e Dumanit, I cili përfundoi mandatin në krye të prokurorisë së posaçme. SPAK-u zgjodhi drejtuesin e ri, I cili do të pasojë Altin Dumanin, krye prokurorin që e ngriti institucionin në një nivel tjetër, duke e kthyer fal ratpar forcës së shembullit të tij në një fakt konkret, historik do të thosha pa egzagerim, një drejtësi që nuk sheh majtas e djathtas, po vetëm drejt. Në të njëjtën linjë, kryeministri shprehu pritshmëri për drejtuesin e ri Klodian Braho. Kryeprokurorit të ri Klodian Braho I uroi ta çojë SPAK-un në këtë 3 vjeçar të fundit të ciklit 9 vjeçar në një nivel tjetër, për sa I takon profesionalizmit në luftën kundër krimit të organizuar dhe sidomos në luftën kundër korrupsionit. Rama theksoi se suksesi I reformës në drejtësi kërkon një balancë mes pavarësisë së gjyqësorit dhe përgjegjshmërisë institucionale, duke paralajmëruar se çdo devijim rrezikon të kthejë kurrën në një problem më të madh se vetë sëmundja.